Me thënë të drejtën, me djalin nuk kam kaluar postpartum depression. Dhe as tek goca, të më thënë, të shazania të lindja e dytë. Po, mendoj që këtu në Shqipëri, por edhe në botë e kanë futur shumë këtë term postpartum depression. Ka ndryshim when you go under depression, dhe ka shumë ndryshim kur ti je thjesht e lodhur, pra se je pa gjumë. Depression e vetë, patjetër konsideron nuk ke fokus, je mërzitur, je lodhur, je pa gjumë, mendon vetvrasje, energjia, por tani edhe pa gjumësia tregon, do të thënë të jep pa fokus, pa energji, është normale, dhe mendoj që këtu shumë e konfuzojnë këtë. Dhe mjekët me dashje apo pa dashje është puna e tyre, mendojnë që direkt e çojnë tek postpartum depression për arsye të veta. Dhe mendoj që femrat, sepse nuk janë në dieni, nuk janë të informuar, mendojnë që të gjithë patjetër duhet kalojnë postpartum depression. Mund të kalosh postpartum, pra lodhje patjetër, se normalisht çfarë pret pasi ti krijon një jetë, të flesh gjumë si gjithmonë.